Ju rrëfej atë për cilën besova dhe punova me përkushtim. Qëllimin për ta ngritur bujqësinë në rrethin e librazhit në nivele të larta dhe shumë të larta prodhimi. Kështu besova se populli do të ishte më i pasur, më i lirë, më i lumtur. Njeriu edhe zhgënjehet në jetë, por atij nuk i falet kurrë të mos jetë krenar për ëndrrën që besoi dhe punoi me përkushtim dhe vetmohim. Sot, në zyrën e kryetarit Bashkisë Prenjas, zotit Nuri Belpa, ishte si mik një ndër njerëzit më të njohur, por edhe më të dashur të zonës sonë dhe më gjerë. Ishte ish kryetari i ekonomisë bujqësore të zonës, Osman Bosi. Ne tham ish kryetari, por atij edhe sot njerëzit i drejtohen me fjalën kryetar, sa herë takohen me të. Kemi punë të shumta për të ndërtuar bashkinë tonë dhe për këtë na duhet shembulli i njeriu të punës, na thot kryetari i bashkisë. Na duhet shembulli dhe këshilla e heronjve të punës. Ata na motivojnë me emrin dhe veprën e tyre të mirë dhe ne e nderojmë punën e tyre, sepse gjejmë aty shembullin e mirë, shembullin që na frymëzon. Heronjtë e punës gjithmonë kanë shumë çka për të na thënë dhe rrëfyer. Gjithmonë kemi të marrim prej tyre, ndaj biseda me ta ecën mirë. Përbri qytetit, shtrihet fusha e gjerë e Domosdovës me historinë e saj të vjetër, por edhe me historinë e saj të re. Kur i tham se do të shkonim atje, në fushë, kryetari Osman Bosi u gëzua. Do të shkojmë te bregu i Kalas, na tha, që atje fusha duket e bukur në formën e një gjete e rushi. Kur ne e kultivonim, e mbillnim, e korrnim apo e plugonim, sigurisht ajo dukej më e bukur. E zbukuronte puna, mendja e njerëzve të Zot dhe punëtor. E zbukuronte njeriu i bukur në shpirt. Ka marrë vesh se një djalë i ri, fermer, Erion Karriqi, ka ngritur një vresh të ri me një investim kolosal. Një punë shumë e bukur, por ai ka nevojë për këshilla, do i inkurajuar dhe mbështetur, siç shprehet ai. I pëlqen ky fermer i ri, i cili alternativën e punës e ka gjetur pikërisht këtu, ku diku ngrihej ferma e dikushme e shtetit. Megjithse fusha e pakultivuar e trishton paksa, rrugës përandej ndalet tek rezervati i peshkut. Aty, anë rrugës, ku një fermer tjetër i ri, Hasan Golemi, ka gjetur rrugë të reja për të punuar dhe jetuar me djersën e ballit, këtu, në fushën e tij, në vendin e tij. Ashtu si dikur, edhe sot, e shoqëron kryeagronomi i dikushëm, Ramazan Hysa, për të cilin ai na flet me shumë respekt. Kam pas nderin të punoj me Osmanin një kohë të gjatë. Osmanin kam punuar edhe kur ishte kryetar këtu, po edhe kur ishte shef bujqësie e kryeagronom. Është nder i madh të punoje me Osmanin. Osmani më ka mësuar, sepse ka qenë i tillë që gjeti tek unë edhe ai të mbështetsin më të madh, që t'i shkojmë e të kryejmë ato detyra që ai na jepte. Kjo këtu është shkodra ku kundrohet e tërë fusha e Domosdovës. Kjo është hapësira ku unë dhe bashkëpunëtorët e mi bëm historinë e punës dhe përballuam vështirësi të mëdha në sektorin e bujqësisë. E kam thënë, shprehet ai, se bujqësia është jeta e popullit dhe ne jetën tonë, rinin tonë, ja kushtuam bujqësisë, pra jetës së popullit.
Në bisedë me kryetarin Osman Bosi, merr mesazhe të rëndësishme për punën, mendimin shkencor në lidhje me punën, kontrollin, kombinimin e diturisë me punën e të tjerë. Puna pa dijen, pa shkencën, thot ai, është një punë e verbër, punë pa krye, siç thot populli. Punën duhet ta njohësh edhe nga afër, edhe nga dituria. Në qoftë se të dyja këto nuk i njeh, edhe nuk i kombinon të dyja bashkë, si me diturin, ashtu dhe me njohje konkrete, nuk mund të marrë një vendim konkret. Biseda me kryetar Osmanin është një pasqyrë konkrete me shifra krahasuese, me detaje të shprehura mbi bazën e një njohjeje të thellë, të drejtë për drejtë të objektit, bujqësisë, gjendjes së saj, nevojave, të metave, përparësive. Gjithçka i nënshtrohet mendimit të tij kritik, pa kompromis, kur është fjala për cilësinë e punës. Ajo që më shqetësonte mua ishte fakti se kooperativa, se ajo ekonomi prodhonte më pak drithra buke se rrethi. Mesatarja e rendimenteve në këtë ekonomi ishte 4-5 kuntal më e ulët se mesatarja e rrethit. Një kjo. Së dyti, tokat e kësaj ekonomie ishin të pa bonifikuara, të pa sistemuara dhe kishin një problem shumë të madh që duheshin investime të mëdha për ta ngritur rendimentin në këto toka që kishte kooperativa e Prensit. Së dyti, kishte një blegdori shumë të pak në numër, të papërmirësuar nga ana racore dhe me gjendje të plakur dhe të dobët nga ana shëndetësore. Së treti, kishte pemë tore të ngritura, po nga mënyra e punimit, e krasitjes dhe shërbimet të tjera, kishte shumë pemë nga këto të dala jashtë prodhimit. Kishte 20 hektar vesht, të cilat ishin degraduar nga mos kryer shërbime dhe mos kryer krasitave që duheshin bërë. Dhe së katërti, atje kishte një problem serios se të ardhurat që ndante kooperativa për ditëpune ishin akoma të ulta, rreth 80 lekë për ditëpune, dhe bënte që kooperativisët dilin jo rregullisht në punë, shumë probleme që duheshin kryer në afat caktuar, siç ishte për shembull mbjellja e grurit, kollimi i tij dhe masa të tjera që duheshin zbatuar, ishin jo ashtu si duhen, por në të bëra pa cilësi që nuk garantonin prodhimet dhe përrritjen e tallave të kooperativës. Ndonjëherë edhe kemi dështuar, por nga dështimet mësonim shumë. Imponimet nga lart, kur ishin të pabazuara, burokratike, nuk i zbatonim, shprehet ai. Sidomos kur kishim të bënim me urdhra burokratësh që nuk shihnin më larg se zyra ku vegjetonin. Ata nën parrullat e luftës kundër konservatorizmit, në bujqësi, na impononin praktika të gabuara, të pa efektshme për kushtet e ekonomisë sonë. Ne u shmangeshim atyre, shprehet ai, dhe kujton rastin e mbjelljes së mistrit me kubik dhe fole. Tani në atë kohë kishim dhe probleme shumë të mëdha të ndërhyrjes nga lart. Kjo ishte shumë e dëmshme. Për arsye se bante një eksperiment, edhe këtu ndodhi për komisin e kubik ndodhi në Elbasan. Një agronom atje i brigadier, muall në amullor një 10 dylym misër me kubik. Edhe u dha rendiment të mirë. Cila ishte efekti i kësaj? Para se të korrej gruri, 10 ditë 2 javë përpara millej misin për kubik, dhe sa të korrej gruri vjeshin kubikin në parar, shohej ujë dhe dha një rendim të mirë atje si mas atyre. Një misë amullor dha 60 kuntal misë për hektar. Dhe o burra të mjellin. Kjo ishte një metodë shumë e gabuar, shumë e papranueshme, shumë e dëmshme, shumë antiekonomike dhe nuk ishte vlerë ta përdorje. Ne na zu belaja me këtë punë. Nuk ishim që bënim. Më vinin mua dhe më thoshin ta mjell star fushën me kubik. Pa millej fusha 200 ca hektar misë me kubik, po kjo ishte një miopizëm. Ishte e pamundur të bëj. U vura në kushte shumë vështira. E unë që bëja. Përgatita ta kubika ne ato pa imanja pas rrugës. Vinja një sasi njerëzish që të mjellin ashtu
misë me kubik që duket që po millim misë me kubik, po në fakt nuk millim. Mollëm që një 5 hektar, sa për thënë që mollëm, edhe raportonëm s'kur mollë ka gjaqë. Në njëjtën në kohë, krye agronomin, e dërgonja me makinat mbjellëse që milda në poshtë. Unë rënja tu të kubikit, ata e qonja që milda e misë me makina, edhe milda e misë në realisht me makina. E prashiti me kultivator, e bëj misë det. Kishte që duhen kubiku aty. Harzo punë e kokot. Që bana ata kubik, toka e brenzit, duke qanë se është tokë argjilore e randë, kur e plugon, thahet në sipërfaqe. Mirë po ku ta vendosi kubikun, do të lëshoje një kohë uja, thaja që zinde kubiku. Ku baja ujë më kratë qoje në përarë? Ishte një budalalik që nuk që të meron dhe të shifnje, jo të bënje. Të bajin njerëzit do më krapë për të ujë edhe kubik të misit. Ishte kjo. Ishte një miopizim i të mersum. Një budallak që se kishte nuk duhet bëj. E nuk e bëm. Nuk e bëm. Unë vazhdoja punën teme me makina e me kultivator, ata bret mjëllë me se fungujnë. Vam jerë në Pokradet. Duhet të mjëllë me misin me folet. E unë u para sikur isha brigadierit, e pyes një brigadierit. Po sa mise i ke i tha qatë brigadierit? Tha, unë 1 hektar mise, tha kam. Po unë ti kam 20 hektare, tha, si mund ta mjellë, si mësua ti, tha. A mund ta mjellë me fole? Jo, tha ti. Po pse mos e mjellë me makinë? Po mjellë me makinë, tha i brigadierit i ti, tha, unë 1 hektar, tha, unë e mjellë si dua, tha. Mi po, shikoja këta drejtuesit tanë të ndreth, ta bajnë misin si ka për kë. Përsëri një shkuam një në Belsh. Ne kishim një metodë për mjellën e duanit duke përdorur ujin me një punëtori, merr edhe pak ujë, edhe vendose fidanat në për dijin e tija dhe jo, të mos bëjë kështu, po të bajnë ujë njerëzit në krah, ta vaditin duanit. Mor po, e shkuam në Belsh. Edhe atje u tregova si brigadier i stacion ati. Po mirë, sa që unë kam për mjellë 20 hektar duan. Sa hektar këti kam një 5, më sa. Unë kam 20, sa që. A mund të baj unë ujit? Kur kam unë ujit, sa që ta baj ujit më krah? Sa që ujit të një atë në kërëtare, sa unë ta baj në krah. Se alë gjatë qojnë ditë. Pa ashtu bënë e thaj brigadier, sa po unë s'kam ujit. E bëjnë kështu, sa. Unë s'kam ujit, pa e bëjnë kështu, po të kem ujit, ashtu si s'ke ditë, unë e ujit, alë gjoj ujit. I vjen keq për rezultatet iluzive sot në bujqësi. A i thot se sot vjen re edhe bume televizive. Demokracia që edhe është një shans i mirë për bujqësinë, thot ai. Në këtë epokë të re, ajo filloi mirë, por më pas u la dhe vazhdon të lihet pas dore. Nuk u përkrah fermeri me subvencione, nuk u lehtësua në karburant, nuk u përkrah financiarisht, nuk u mendua për daljen e tij në treg me prodhimet e tij bujqësore, të cilat ishin bio. Dhe kështu, fshatarët, fermerët u dekurajuan. Por jam optimist se kjo gjendje do të kuptohet dhe do të korrigjohet. Demokracia është një shans i madh për bujqësinë, sidomos në përshtatje me kushtet e vendit tonë. Të përfitojnë prej saj. Nuk merr njeri fare me bujqësinë. Nuk flet njeri fare për bujqësinë. Kjo është për të ardhur keq. Në televizione nuk flasin për bujqësinë, dalin agronom të zot, dalin mjeshtra të zot, dalin që kanë rezultate të mira dhe mënyrën si e bën. Dhe reja të hapësira e blerë që ban televizioni shqiptar. Shumë keq e ban për mendimin tim. Shkon vetëm si panoram. Nuk futet në anën shkencore, sepse ata nuk janë specialista asaj pune që merren me këtë punë. Janë thjesht çfarë bëre, si bëre, nuk thot aty se çfarë efektiviteti ka, se çfarë rendimenti ka, se çfarë lloji ka miell ose sa prodhim ka marrë, ose po ta gjëra të përgjithshme. Ai qumush që shitet sot këtu për mendimin tim nuk është i përshtatshëm. Për arsye se është qumush me kemikate, është qumush i konservuar, nuk është qumush natyral, i prodhuar bio. Po është qumush që i nejtur. Çdo gjë e nejtur, ashtu ka dhe mish Brazilit nejtur, ka dhe mish Argentinet nejtur, ka dhe produkte tjera që marrin tregtarët nga jashtë e bien këtu, po ato nuk janë të përshtatshme për ushqim. Kaq se ju rrëfeva është pak. Nuk u fitej një dokumentari modest. Përvojën e jetës, por edhe të punës sime,
dhe të bashkëpunëtorëve të mi për përballimin e sfidave në bujqësi, e kam shkruar në librin tim me kujtime për t'u lënë brezave si trashëgimi të vërtetën e jetës sime dhe të brezit tim. Kam shkruar edhe për Dilen, bashkëshorten time të ndaruar, njeriu më të afërt që përjetoi një lloj me mua vështirësi.